Partia Demokratike ka denoncuar vimin e shkeljeve ligjore që ajo thotë se po bëhen me votën e diasporës, veçanërisht me emigrantët në Greqi. Në një dalje për media, drejtuesja politike për diasporën Josefina Topalli kërkoi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ndërhyjë urgjentisht. Sot ka ndodhur edhe ajo që ne nuk e imagjinonim, që të dorëzohen edhe zarfet me dorë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Do përsërisim edhe një herë kërkesën për shqetësimin ton serioz dhe të thellë që po ndodh në procesin e zgjedhjeve në territorin e Greqisë. Të ndalohet menjëherë dorëzimi i zarfave në dorë në KQZ. Të ndahet dhe të trajtohet në mënyrë krejt të veçantë kuti që vijnë nga Greqia me kuti të tjera që vijnë nga Italia. Selia Blu kërkon gjithashtu një auditim të kutive të dërguara për mënyrën se si është bërë procesi i votimit dhe ai i sjelljes së tyre në Shqipëri.